Astrologu. Emirul Mumenin Aliu, paqja qoftë mbi të dhe ushtria e tij, hipur mbi kuaj, po lëviznin drejt Nehrevanit. Pa pritur, ju afrua një shok, i cili kishte dhe një njeri me vete dhe i tha: "O Emirul Mumenin, ky burri është astrolog dhe kërkon t'u thot diçka." Astrologu ndërhyri dhe i tha Imam Aliut: "O Emirul Mumenin, mos lëvizni në këtë orë, ju lutem, prisni pak. Lërini të kalojnë 2-3 orë nga dita, pastaj lëvizni sërish." "Pse?" e pyeti Imam Aliu. "Sepse tani yjet tregojnë që gjendja nuk është e mirë. Ai që lëviz në këtë orë do të thyhet prej armikut të tij. Ai dhe shokët e tij do të pësojnë shumë dëme. Por po lëvizët në ato orë që them unë, do të arrini fitoren." "Pela ime është me barr. A mund të më thuash nëse mëzi i saj është mashkull apo femër?" e pyeti Imam Aliu. "Po të ulem dhe ta llogaris, edhe mundem", ju përgjigj astrologu. "Gënjen, ti nuk mundesh", i tha Imam Aliu. "Kurani thot, vetëm Zoti është ai që e di çfarë ka e fshehta. Vetëm Zoti e di ç'është krijuar në mitër. As Muhamedi, i dërguari i Zotit, nuk i thoshte këto pretendime që bën ti. Ti pretendon se di çfarë do gjëje që ndodh në botë dhe e kupton se çfarë ore është e mirë e çfarë ore është e keqe. Pra, nëse dikush të beson ty në të gjitha ato që thua, atëherë ai s'ka nevojë për Zotin." Pastaj, Imami u kthye nga njerëzit dhe tha: "Kurrë mos u besoni këtyre gjërave. Këto të shpihen në fall. Falli është magji, e magjia të shpihen në mosbesim. E mosbesuesi është në ferr." Imami ktheu kokën nga qielli dhe tha një lutje që kishte të bënte me besimin dhe mbështetjen te Zoti i plotfuqishëm. Pastaj u kthye nga astrologu dhe i tha: "Ne do të veprojmë kundër urdhrit tënd dhe pa frikë do të lëvizim që tani." Imami dha menjëherë urdhër për të lëvizur, e shkoi drejt armikut. Aliu, paqja qoftë mbi të, arriti të korte një fitore në atë luftë si rrallë ndonjëherë.